Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 107 të surës Anbiya, Allahu I madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dhe ne nuk të kemi dërguar ty veçse mëshirë për botët. Të dashur vëllezër dhe motra, tema jonë për sot është profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, simboli I unitetit të muslimanëve. Jemi në muajin e begat Rabiul Awwal. Në këtë muaj lindi drita e pashuar, ndriçuesi I mendjeve, qetësuesi I shpirtrave, anija e shpëtimit për mbar njerëzimin, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Kur flasim për profetin Muhammed, nuk flasim vetëm për një personalitet të madh të historisë. Flasim për njeriu të cilin Allahu e dërgoi si mëshirë për botët, si udhëzues për njerëzimin dhe si bashkues të zemrave. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi lindi në një shoqëri të përçarë nga fiset, interesat, hakmarrjet dhe konfliktet. Por ai arriti atë që dukej e pamundur. Arriti të bashkonte njerëzit rreth besimit në një Zot, rreth moralit të pastër, rreth drejtësisë, vllazërisë dhe bashkimit. Kurani I shenjtë, mrekullia e përjetshme e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi na urdhëron të jemi të bashkuar. Në ajetin 103 të surës Ali Imran, Allahu I madhëruar thot: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dhe kapuni të gjithë pas litarit të Allahut dhe mos u përçani. Ky ajet është themeli I madh I unitetit islam. Allahu nuk thot vetëm mos u përçani, por fillimisht thot kapuni të gjithë pas litarit të Allahut, dhe sipas dietarëve litari I Allahut është feja, është Kurani, profeti. Uniteti nuk do të thot që të gjithë muslimanët duhet të mendojnë njësoj për çdo çështje. Uniteti do të thotë që pavarësisht dallimeve të kemi një Zot, një Kur'an, një profet dhe një drejtim të përbashkët drejt Allahut fuqiplot. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, është një nga pikat më të mëdha të bashkimit të muslimanëve. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi I bashkoi njerëzit që ishin armiq me njëri tjetrin. Për këtë, në ajetin 103 të surës Ali Imran, Allahu I madhëruar thot: "Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Kujtoni begatit Allahut ndaj jush, kur ju ishit armiq
dhe ai pra Allahu i bashkoi zemrat tuaja, kështu që me mirësinë e tij u bët vëllezër. Pra Allahu i bashkoi pra zemrat e njerëzve me anë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Ky është një përshkrim i mrekullueshëm i misionit të profetit tonë të dashur, profetit Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Ai nuk i bashkoi njerëzit duke fshirë identitetet e tyre, por i bashkoi ata duke i ngritur mbi identitetet fisnore, materiale dhe egoiste drejt një identitetit më të lartë, që është ne jemi robër të Allahut dhe ndjekës të Muhammedit sallallahu alaihi wa alihi. Prandaj, me qenë se profeti ynë i dashur arriti të bashkonte njerëz që kishin qenë armiq, atëherë ne, ummeti i tij, duhet të pyesim veten, apo e vazhdojmë ne këtë mision të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, apo po ndërtojmë mure mes njëri tjetrit? Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, duke folur për profetin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe për misionin e tij, thekson rolin e profetit në bashkimin e njerëzve. Në librin Nahjul Balagha, Imam Aliu e përshkruan gjendjen e njerëzve parë Islamit dhe ardhjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, duke thënë, Allahu e dërgoi atë pra profetin Muhammed kur njerëzit ishin në humbje, në çoroditje, të zhytur në përçarje dhe në shkatërrim, të magjepsur me unin dhe lakmin. Profeti porositi shumë dhe udhëhoqi rrugën duke i ftuar me urtësi e këshill të mirë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi na mësoi se muslimanët janë një trup i vetëm. Për këtë, ai ka thënë, shembulli i besimtarëve në dashurinë, mëshirën dhe dëmshurinë e tyre ndaj njëri tjetrit është si një trup i vetëm. Kur një pjesë e trupit sëmuret, i gjithë trupi reagon me pagjumësi dhe temperaturë. Ky hadith na mëson se besimtari nuk duhet të jetë indiferent ndaj vuajtjes dhe dhimbjes së vllajt të tij. Nëse një musliman vuan, nuk duhet të themi nuk është problemi im, nuk është puna ime. Nëse një komunitet musliman ka nevojë për ndihmë, nuk duhet të themi ata janë të tjerë, siç po ndodh sot në Palestinën e pushtuar apo në Libanin jugor, apo në Iran, apo në Irak, apo në Yemen, apo Afganistan e të tjera. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi na mëson ta shohim ummetin si një trup të vetëm dhe të përbashkët. Në traditën e Ehli Bejtit, e cila është tradita e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, gjejmë një mësim shumë të rëndësishëm që thotë, besimtari nuk duhet të bëhet shkak për poshtrimin, për çarjen apo dëmtimin e vëllait të tij. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për ditët e sotme, duke parë realitetin e hidhur që jeton ummeti islam. Sot një fjalë në internet, një koment, një akuzë apo një sharje mund të përhapet në mijëra njerëz brenda pak minutash. Prandaj duhet të pyesim veten para se të flasim, a do të ishte i kënaqur profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi me këto fjalë që përhapim? Nëse përgjigjja është jo, atëherë heshtja është më e mirë. Uniteti islam nuk nënkupton që njeriu duhet të praktikojë besimet dhe parimet e veta. Unitet do të thotë të dimë si të bashkëjetojmë me respekt, si të diskutojmë pa fyerje dhe sharje dhe si të bashkëpunojmë në gjërat që na bashkojnë. Në ajetin 10 të surës Al-Hujurat,
Allahu i madhëruar thot: innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Me të vërtet, besimtarët janë vëllezër, prandaj pajtojeni dy vëllezërit tuaj dhe krijeni frikë Allahun që të mëshiroheni. Pra, Kurani e quan marrëdhënien ndërmjet besimtarëve vëllazëri. Dhe vëllazëri nuk do të thot vetëm të themi jemi vëllezër, por ajo duhet të shfaqet në sjelljen tonë me njëri tjetrin. Dashuria për profetin Muhammed sallallahu alaihi wa ali duhet të na bashkojë. Në ajetin 31 të surës Ali Imran, Allahu i madhëruar thot: Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Thuaj, o Muhammed sallallahu alaihi wa ali, nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndihni mua që Allahu do t'ju doj dhe do t'ju afal gjunahet. Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Dashuria për profetin Muhammed nuk është vetëm të përmendim emrin e tij. Dashuria e vërtet është ta ndjekim sunetin dhe moralin e tij në çdo fushë të jetës sonë. Sepse profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ishte i mëshirshëm, profeti Muhammed ishte falës, profeti Muhammed ishte i drejtë, profeti Muhammed respektonte njerëzit, profeti Muhammed pajtonte zemrat. Prandaj, nëse duam të jemi vërtet ndjekës të tij, pra të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, duhet të bëhemi edhe në shkak bashkimi, uniteti dhe jo përçarje. Nuk mund të themi e duam sinqerisht profetin Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe njëkohësisht të ushqejm urrëtie, përçarje dhe armiqësi mes muslimanëve. Pyetja që lind është: çfarë të bëjmë ne sot? Sot kemi nevojë ta kthejmë unitetin nga një slogan në një sjellje konkrete. Të mos e përçmojmë muslimanin tjetër për shkak të dallimeve apo medhhebeve apo tarikateve. Të mos e bëjmë gjuhën tonë armë kundër vëllait musliman. Të mos përhapim thashëtheme dhe akuza, të bashkëpunojmë në mirësi, në edukim, në ndihmë ndaj të varfër dhe në mbrojtjen e familjes dhe moralit. Dhe mbi të gjitha, të edukojmë fëmijët tanë me dashurinë për Allahun, profetin Muhammed sallallahu alaihi wa ali, Kur'anin dhe ehli bejtin e pastër të tij, duke u mësuar njëkohësisht respektin dhe vëllazërinë me të gjithë muslimanët. Të dashur vëllezër dhe motra, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali është simboli i unitetit, sepse ai i mësoi njerëzimin se besimi mund t'i bashkojë zemrat, jo t'i ndajë ato. Ai e shndroi armiqësinë në vëllazëri, ai e zëvendësoi hakmarrjen në falje, ai e zëvendësoi padrejtësinë në drejtësi, dhe ai i mësoi ummetit se fuqia e tij qëndron në bashkimin rreth Allahut, rreth Kuranit. Le të pyesim vetat tona, nëse profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali do të ishte sot mes nesh, a do të shihte në zemrat tona unitetin që ai ndërtoi? Le të përpiqemi që përgjigjja të jetë po. Le të bashkohemi rreth Kuranit dhe rreth sunetit të pastër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Le të bashkohemi rreth dashurisë për profetin Muhammed. Le të respektojmë ehli bejtin e tij të pastër, shokët e tij të nderuar e besnik. Le të ruajmë vëllazërinë islame dhe le të kujtojmë gjithmonë fjalën e Allahut: mos u përçani. Lindja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali simbolizon lindjen e një jete të denjë, lindjen e një sistemi të drejtë, lindjen e vlerave shpirtërore dhe të kuptimeve të larta. Dhe kjo është mrekullia më e madhe e të dërguarit të Allahut, sepse
ai brenda një kohe të shkurtër arriti të ndërtonte themelet e qëndrueshme të një qytetërimi të ri, një qytetërim që e lartëson njeriu pa e hynizuar atë, sepse për njeriu është nder dhe krenari e mjaftueshme që të jetë rob i krijuesit e Allahut fuqiplot. E lutim Allahun e madhëruar që të na i bashkojë zemrat në të vërtetën. E lutim Allahun e madhëruar që të na bëjë ndjekës të sinqertë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe të familjes së tij. E lutim Allahun të në largojë urrëtitjen dhe përçarjen nga zemrat e muslimanëve dhe t'i bashkojë ata në dashuri, mëshirë, drejtësi dhe devotshmëri. O Allah, bekoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit dhe na beko dhe ne me bekimet e tyre. Allahu ju ruajt ju, familjet tuaja kudo që t'jeni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.